Ish futbollisti i Tërnocit Vullnet Junuzi ishte një mbrojtës i shkëlqyeshëm, një futbollist me disiplinë dhe vizion të rrallë, lider i vërtet në fushë. Ai ka luajtur edhe si mesfëshor defanziv dhe me talentin e dijen që ka për futbollin, mund të radhitet në legjendat e klubit futbollistik Tërnoci. Vullnet Junuzi ka filluar si 16 vjeçar me klubin e formuar të Tërnocit në vitin 1976 dhe është futbollisti vetëm që ka rritur edhe në reprezentacionin e ish Jugosllavisë, pasi ka zhvilluar disa ndeshje kontrolluese për grup mosha deri në 16 vjeç. Edhe pse i diplomuar në Fakultetin Filozofik të Prishtinës, ati u desh që në vitin 1986 emigroi në Zvicër, ku edhe jeton aktualisht. Ishte ky një vendim i vështirë, por i domosdoshëm, shprehet Junuzi në intervistën që zhvilluam në kuadër të emisionit tonë. Shikues të nderuar, përshëndetje. Në emisionin e sotëm në Fokus kemi mysafir zotriun Vullnet Junuzi, i cili është njëri prej futbollistëve më të mirë që ka pasur klubi futbollistik Tërnoci. Zotri Junuzi, i faleminderit së pari që përgjigjet ftesës për intervistën tonë. Faleminderit edhe për juve për ftesë. Së pari ju përgëzoj në emisionin e ju dhe suksese juve personalisht edhe ekipit gjithë stafit që vepron mbrapa juve. Siç dihet, keni qenë futbollist i dy gjeneratave, të themi, prej familimit 76-s, pastaj në vitin 83. Çfarë kujtoni ato fillimet kur u themelua klubi në vitin 1976, pasi keni qenë njëri ndër më të rinjt të kësaj gjenerate? Në fillim, drejtën me thonë, lajme për formimin e klubit për hap me të madhe, me qenë se regioni nuk kishte përjashtu Preshevën që kishte klubin futbollistik Hajduk. Ne nga Tërnoci nuk kishim klub. Të e pa nevojën se Tërnoci kishte potencial të madh të rinis, luanim në për sokaqe të ndryshme, në për mes mahallave, nëse më kujtohet mirë, edhe duke u bazu këtë se ka nevojë për formimin e një klubi edhe ekziston potenciali, u bë iniciativa për formimin e klubit. U prit me entuziazëm të madh, jo vetëm nga të vjetrit, të rit, prej gjitha mosha. I vjetër e i. Që them të drejtën, entuziazmi ishte aq i madh sa në fillim kur fillon stërviqet e para, ndeshjet e para miqësore, ose ne prapa stjenave ose prapa fushës, kur ktheheshim në për bivet të ndryshme, në për oda të ndryshme, në për shtëpit private, ku bashkën ndeja, flitej vetëm për atë. Andaj ne jetonim me klubin, jo vetëm në lojtarët, por në barë fshati kishte mbështetje të madhe. Ju keni qenë ndër më të rinj dhe më me talent, por si ndodhi se u inkuadruat në klub? Isha ndër lojtarët, jo vetëm unë personalisht, po ishte një gjenerat që ishim së bashku në shkollën e mesme Gjimnazin Sezai Surroj, një gjenerat prej 6-7 lojtarëve që ju inkuadrum me ekipin e parë. Ishte kënaqësi e madhe kur shiqoj në ushtrime, për shembull, kishim lojtar me emra të mëdhej, Femiun, Xhelën, Nagibi profesori edukatës fizike, Xhela, Demirali Ramadani, ndër futbollistët, lirisht mund të themi që ka qenë baza dhe kurrizi i ekipës. Kishe kënaqësi të madhe të ishe me lojtar të tillë. Problemi më i madh që ekzistonte në atë kohë, në fillim ishte çështja e infrastrukturës, duke filluar prej terrenit, që ishte në kushte jashtëzakonisht dobta, por edhe dhomave ku duheshim të përgatishim për ushtrime, për ndeshje, një kohë gjatë. Duhet falenderuar njerëzve që lishun në shtëpi private, nëse ju kujtohet mbrapa terrenit ku është sot,
Ati kemi qenë një shtëpi e vogël, dhomat kanë qenë, mos gabofsha 3x3, ati një periudhë gjatë, dhe më thënë, imi ndru, ushtrimet I mbanim në livadhe, gjatë pregaditjeve, dhe më thënë, kur bëshim pregaditjet fizike, I mbanim, dhe më thënë, në region malet e Tërnosit, me fshat. Por ishte të vështirë, dhe më thënë, të organizoheshim në ato kushte. Megjithatë, suksesi nuk mungonte, tu e pa suksesin, dhe më thënë, ekipi vazhdimisht ka qenë, dhe më thënë, I pregaditëm për me bo hapin tjetër, dhe më thënë, çka është vit prej neve. Gjatë kësaj kohe, keni qenë futbollisti I vetëm nga Tërnosi që keni qenë në një ndeshje kontrolluese për atëherësh reprezentacionin e Jugosllavisë. Si ndodhi kjo? Ishim me një ndeshje të rëndësishme që duhet të luhej në Bujanoc, me qenë se tereni I futbollit, të fusha në Tërnos ka qenë, dhe më thënë, kushtet jo të përshtatshme për zhvillimin e një ndeshje të tillë. Mos nuk harroj ka qenë ndeshja kundër Çelikut, Bellopolis, dhe na u dëshke me bo hap të rëndësishëm me I marr pikat kundër tyre. Isha në moshën 16 vjeçare, atëherë duhesh të luajsh me kontrollim special nga mjeku që bëhej çdo 3 muaj. Nuk dina asgjë, domethënë isha në formacion të ekipit, luajshna mbrojtës Si majt dhe u kry pjesa e parë, dikush prej jashtë, mos gabofsha kryetari I klubit, stafi domethënë që u thaj ke klubin, më thanë se po të rrasin jashtë 2-3 persona për me diskutu. Po nuk dina asgjë. Kur dola jashtë ishit, dhe më thënë, përfaqësues të regionit, Leskovës Vranj, që bënin seleksionimet ndryshme të rinjve, edhe mora ftesën që bëhej, dhe më thënë, sparin në nivel të regionit, dhe më thënë, në Leskovës, pastaj në nivel deri në Shkumë në Pirot, ku e bona një ndeshje të madhe, me thonë, pastaj ati lindën, ndoshta keni dëgju ofertat për Radnički Pirotin me u inkuadru. Isha dhe më thonë 16 vjeçar. Por pse nuk shkova dhe nuk u inkuadrova atje, ishte frikë e madhe, dhe më thonë, prindve, shkaku I shkollimit, mos njohja ndoshta e gjuhës sa duhet, rinia, edhe ato ofertë, dhe më thonë, nuk e pranova. Vazhdova me klubin futbollistik këtu ne. Pastaj bënam seleksionimi tjetër është bënë në Beograd. Ju thash se pata handicap të madh atje, shkaku I vonesës, dhe më thonë se me u dësht me tren me shku në ditën kur zhvilloi ndeshja kontrolluese në orën 3. Mrenëm atje me vonesë. Ndeshjen sa I përket, dhe më thënë, nëse kthehem mbrapa, personalisht mendoj se nuk e bëna atë ndeshje që e bëna ma herët, për shembull ndeshjen në Pirot apo dikun tjetër. Edhe rrethanat e tilla pastaj ngela aty, dhe më thënë, dhe vazhdova me klubin mbrapa. Kisha frikë, dhe më thënë, me ba lëvizje të mëdha, shkaku që u them të drejtën mas tepërmi I shkollimit. Nuk ishte në pyetje, dhe më thënë, çështja e futbollit, por çështja e shkollimit, shkaku I prindve frikës madhe nga ata. U desh, dhe më thënë, të vazhdojnë në klub. Pas kësaj periudhe për klubi në vitin 1983 përsëri u riaktivizua. Çfarë ishte kjo ndjenjë dhe pasi që në këtë vit edhe Tërnosi fitoi edhe stadiumin e shumë pritër? Në vitin 1979-80 u largova prej klubit shkaku I studimeve, vendosa me studium Prishtinë. Në fillim nuk u inkuadrova në asnjë klub atje, në Prishtinë. Student I vitit parë, normal, kisha regjistruar Fakultetin Filozofik Dega Historisë. Mendoja ta baj hapin e parë, dhe më thonë, studime, pastaj të shëqoj me futbol. Mirë po mungon të futbol, drejtën me thonë, pas 5-6 muajve,
vazhdimisht i përcjellja ushtrimet këtu, ndeshjet e klubit, normal, klubi am nuk harrohet domethënë letë, ku i ke bo hapat e parë. Dhe u pregaditësha për me bo një ndeshje kontrolluese atje me klubin futbollistik Prishtina. Në atë kohë, klubi futbollistik Prishtina, pjesa vjeshtore domethënë ishte mbas 5-6 muajve, gjindej vendin e parë, edhe kishin gjasa domethënë me unë gjitë në ligën e parë nacionale të Jugosllavisë, edhe ndeshjen kontrolluese bëra domethënë gjatë ushtrimeve me udhëhecin, si trener ka qenë atë kohë Bela Palfi, një trener domethënë me emër dhe renomet madhe nga Novi Sadi, mos gabofsha, nga pjesa domethënë e Vojvodinës, pjesa hungareze. Në atë kohë domethënë Prishtina kishte emra të mëdhaj, Favzi Rama, Fadil Bokri, portieri Laliq, Faruk Domi, Fiton Domi, Agim Cana. Mirë po ato më preferun pas ndeshjes, domethënë pas përfundimit, të largohem 6 muaj në klubin futbollistik Flamurtari, me të cilin domethënë nuk ishta unë aq, domethënë i kënaqur shkaku se në Flamurtar nuk bëhej domethënë inkuadrimi i lojtarëve që ishin të huazuar 5-6 muaj, edhe të ngjiteshin me klubin futbollistik Prishtina. Preferova në klubin futbollistik Kosova Prishtinës, ex-hotelieri, lujta atje 3 vite, pastaj u largova në Çelik të Ferizajt, prova një 3-4 muaj. Isha afër kryerjes studimeve viti 4, të e pa gjendjen këtune, pash lëvizjet atje nuk më përshtatën, edhe vendosë definitivisht të kthehena prapë në klubin am, klubin futbollistik të Tërnovës, viteve domethënë 83-84, edhe atë çka thatë ju, e bënëm fushën tonë, si vendas, mendojsha domethënë se entuziazmi i ma pashëm i viteve që folëm më herët, viteve 76, 77, do t'jetë edhe më i madh, edhe ajo ishte e vërtet. Kishin domethënë brapa neve një numër spektatorëve, kur bisedoj atje me shok ose me njerëz domethënë të futbollit në Zvicër, niveli i tillë për shembull ku ka qenë klubi, me i përcjell ndeshje 3-4 mijë shiqus, domethënë ishte kënaqësi e madhe. Dhe çfarë kujtoni nga kjo kohë? Zhvillonim ndeshje, të them të vërtetën, të mëdha. Ndeshje domethënë kur i ke prapa vetin numër tillë të shiquzve, sot për shembull gjendem në Zvicër ku ndeshje domethënë në nivel të ligës dytë nacionale, Challenge League që i thonë, i ke 500 shiquz, 800 shiquz deri në 1000 maksimum. Tek ne domethënë ishin 3-4 mijë shiquz, ose ndeshje të mëdha që kemi pas derbi të ndryshëm në region, deri në 5000 shiquz, ishte kënaqësi domethënë me qenë pjesë e një loje të tillë. Ndër ndeshjet domethënë që kemi zhvilluar aty, më kujtohen 2 raste domethënë që më kanë lënë bresa të mëdha. Një ishte një ndeshje domethënë ku na u deshke rezultat i mirë për me siguru, të them domethënë në 2 xhiro para kampionatit vendin e parë, edhe fillimi i ndeshjes 20 minuta 30, nuk mundëm me dhënë gol, mas 25 minutave 30, 1-0 po udhëheqim. Përfundimi i ndeshjes 18-0 për Tërnovcin. Për fat keq u kry ndeshja, përcjellësi i ndeshjes delegat, si thonin atëherë, e bëri domethënë regjistrimin e ndeshjes drejt, por federata e kthei ndeshjen mbrapa, duke menduar se ka qenë ndeshje trikume apo manipulume ose kur disën ç'do të themi, edhe regjistruan si ndeshje domethënë 3-0 për forfej për klubin futbollistik Tërnovci. Edhe ndeshja tjetër ishte një ndeshje që na u duke me fitu prapë si vendas, 1 minutë 2 para se më kry ndeshja, rezultati ishte 1-1.
gjyqje e lirë për ne, dikush nuk di kush e bëni gjyqjen e lirë në shtyllë edhe një top i vështirë e përcolla topin në drejtim temin me kry e hudha në rjet, po ajo që ka ndodhi mbrapa bashkëlojtarët edhe pjesa tjetër domethënë e publikut mbrapa meje thoshin as su frigove në atë moment se kur shkon topi tjetër ka edhe klubi domethënë vjetshmi kërkon diç. Gjatë i kohë keni luajtur si mbrojtës, pastaj edhe si mesfëshor defanziv. Dhe se vlerësoni ekipin përgjithësi të kësaj gjenerate? Me qenë se luisha nga mbrapa, domethënë shqyqesh lojën pak me një sy tjetër, shqyqej domethënë radhiqjen e lojtarëve më ndryshe, krahasu për shembull prej Vispar sulmit apo mesit fushës. Ka qenë një ekip tehet kompakt, një ekip i bashkuar që luftonin njeni për tjetrin për çdo hap terrenit. Siç ndodh në shumicën e ekipave, edhe aty ka pas mosmarrëveshje ndryshme, po ato mosmarrëveshje gjatë ndeshjeve kanë qenë domethënë të eliminuar duke i falenderu, ju thash edhe më herët, që kemi pas një udhëheq ndër trenera, domethënë ndoshta lirisht mund të them që ja ka bë ose ja ka dhënë bazën ekipit për ecjen e më të tjeshme të klubit, Xheladin Ahmeti personalisht mendoj se ka qenë ndër trenerat e parë ku lojtarë tjerë që kemi qenë brenda, kemi mund me mësu jo vetëm rreth futbollit, flas personalisht për Xhelën, shkaku se gjatë bisedave individuale që kam pas me ato, kemi qenë aq të afërt, edhe ndoshta mosha ka qenë domethënë më e re në krahasim me Xhelën, por më ka afruar aq tepër sa zeja për trener mos gabofsha, domethënë e kam prej ti, domethënë a mundem të rri deri tek ai, po pse jo domethënë të vazhdoj edhe punën aq që ka filluar atë. Në vitin 1986 keni emigruar për Zvicër, edhe me fakultet të përfunduar. Çfarë mund na thoni rreth kësaj? Ndoshta mund t'ju them lirisht se largimi pas një vit e gjys, domethënë isha i lajmëruar në entin për inkuadrim, nuk munda me u punsu në komunën e Buenosit, qoftë kërkesa ime nuk ka qenë domethënë të punoj në shkollë të mesme apo në shkollë fillore. E vërteta, edhe sot e kësaj dite ceki vazhdimisht kur bisedoj me fëmijët se qëllimi jemi vetëm ishte të ngeli këtu dhe të kontriboj në shkollën e futbollit me aq, domethënë sa dia rreth trenerit, të ndihmoj klubit, por kjo domethënë dështoi edhe në vitin 86 më dësht me u largu atje. Fal futbollit, edhe atje u inkuadrova. Në fillim kanton Arau u bë kërkesa për rregullimin e letrave të punës, ishte statuti i tillë dhe rregulla të tilla domethënë që duhet të rregullojë kjo sfari. Dështoi, pastaj u largova prej Arau, shkova në pjesën franceze, edhe atje duke i falenderuar Irfan Beqirit, domethënë një ndër lojtarë të vjetër të klubit, një lojtar i shkëlqyshëm. Tha nëse je interesuar, kam kontakte personale, domethënë me një klub që vepronte në region ku luante ai, ishte klubi futbollistik Payerne, nga Payerna, Liga Parë kantonale, niveli i mirë, dhe nëpërmes atij domethënë pas një ushtrimi që zhvillum ishte ditë e njëjtë, 10 minuta 15
ishte një trener i Ligës Nacionale, i pa vlerat futbollistike të mia, edhe mas 15 minutave më thirri jashtë, dhe më thonë, ti rregullojmë çështjen e rregullimit, dhe më thonë, çështja e pasaportit, letrave, pasaportës futbollit, për me më kuadru me lujt atje. Ku edhe vazhdova karrierën, dhe më thonë, për 4 vite aty, si lojtar. Ishte, dhe më thonë, mosha 26-27 vjeçar. Dhe më thonë futbolli ju ndihmoi edhe atje. Po, lirisht mund të them futbolli më ndihmoi edhe atje. Po një gjë duhet që them se porosin ndoshta edhe për lojtarët që bëjnë lëvizje për klubit futbolli sektor Novsi apo regionit këtu edhe vinë pjesë të perëndimit nëpërmes futbollit, duhet t'i përkushtohet lojtarët shumë më tepër futbollit, më të disiplinuar, se niveli prej nga vim ne nuk është domethënë i lartë dhe suksesi për me arrit lart atje. Ta marrim për shembull nivelin Ligës 2 nacionale apo Ligës parë nacionale, duhet të spari disiplinuar, pastaj puna, sende tjera vinë me radhë. Po aja çka është më me rëndësi, domethënë, është disiplina e përkushtuar dhe puna që duhet zhvilluar në ushtrime. Baza është domethënë në ushtrime. Ato çka e bën në ushtrime, finalizimi vjen ndeshje. Po atje në Zvicër keni menduar ende për klubin e Tërnocit. Keni ndihmuar duke marrë pjesë në turnet të ndryshme me disa ish bashkëlojtarë apo? Ashtu. Pjesa gjatë zhvillimit të kampionatit, pjesa domethënë ajo periudhë prej 3 mujosh, 4 mujosh kur zhvillohet kampionati, nuk ke mundësi me bë diçka më tepër për shkak se 3 ushtrime në javë është ngarkesë e madhe, plus familja prapateje, puna profesionale, domethënë që duhet bërë për me fitu një kafshat Bukës, nuk t'le hapësirë për aq tepër. Mirë, po periudha kur mbyllej kampionati, ishim në atë region, domethënë 5-6 lojtarë që kishim luajtur në klubin futbollistik Tërnoci dhe organizoheshim që periudhën verore ta shfrytëzojmë maksimalisht të bojmë të holla, megjithëse turniret organizoheshin klubet ndryshme atje, po shqetjonin vazhdimisht domethënë ku çmimet për vendin e parë, dytë janë domethënë të larta, mbendimi frank, qëllimi i vetëm ishte domethënë të shkojnë nëpër turnire të forta ku mundem nëpërmes atyre të hollave të bojnë të hollat edhe të ndihmojnë klubit që ishte domethënë gjendje të mapashme, gjendja domethënë financiare që e ka më lart ndër problemet kryesore të klubit. Të bonim të hollat, merrnim pjesë ndoshta edhe deri në 7-8 turnire, ose në vetëm qëllimi domethënë të afrojnë diçka në vend lindje. Prej turnireve që kemi zhvilluar atje, një turnir që e ceki sot e kësaj dite, me lojtarë domethënë ku punoj sot, ka qenë një turnir që zhvilloi brenda 24 orëve, dhe turnirin e krytëm në vendin e parë, finalja mos gabofsha 3-0, 4-0, ndeshja u kry. Unë e udhëheqa ekipin, me qenë se kisha përvojë më tepër, por prapa me kisha lojtar disiplinum edhe të përkushtum ndaj lojës, dhe 3 persona të vjetër turnirit mu afrun edhe po më thojnë futboll e dimi që luni mirë pjesa ju, do më thonë për nga vjeni. Por po më intereson ku e mërët pjesën tjetër, puna disiplinës. Do më thonë, ishin aq, do më thonë, të habitun që nuk
nuk mundeshin me marrë parasysh se një ekip prej ka mundet domethënë me qenë niveli tillë disciplinum. Dhe cili është përgjigjja juaj? Përgjigjja ime ishte se lojtarë që ishin brenda, domethënë 5-6 lojtarë, baza e ekipit që ishte, me që se u të 7-8 lojtarë me shku vazhdimisht në për turnire, ishte se vim prej një klubi ku baza dhe qëllimi vetëm e ekipit që është ndërtu në Tërnos ka qenë sklari, domethënë disiplina, nuk po foli çështja domethënë pjesa tjetër teknike e lojës, nuk kanë mungu ato në Tërnos, vazhdimisht domethënë kemi pas potenciale të mëdha edhe kemi. Shpresoj domethënë se këtë rrugë duhet ndjekur klubi futbollistik. Me shembull tillë, domethënë mos mendojnë për shembull sot lojtarët e klubit se vetëm aty janë në fushë dhe në këtë region se këto shenjat klubit përcillen shumë më larg se sa këto. E përmendet që keni filluar si futbollist atje në Vica, por më pas keni filluar edhe zejën e trajnerit. Momentalisht pas 2-3 viteve kam qenë kryesinë e klubit futbollistik Klubi i Ri që është formuar para 3 viteve si nënkryetar, të e pa nevojën se klubi ka nevojë dhe të e pa kuadrin e lojtarëve që kemi në nivel 8 mirë, me kërkesën e tyre këtë vit e ka marrë ekipin, klubin futbollistik i Liria që garon në ligën e 3 kantonale. Por fillimi i karrierës sime si trener kam fillu domethënë pas klubit futbollistik Pajern gjatë thjesht 20 viteve, por në krahasim domethënë me gjendjen e sotshme kam qenë si lojtar trener. Atëherë domethënë preferoheshin statusi i tillë ishte domethënë mundesh me udhëheq ekipin si trener, me qenë njëjtën kohë edhe si lojtar. Me thonë vërtetën është tetë vështirë, por personalisht mendoj se ndoshta përvoja që e kam pas më herët në Tërnos më ka ndihmuar tetë që ekipin të udhëheq edhe si trener pa probleme. Megjithëse domethënë dashte si lojtar ti përkushtohem edhe lojës sime individuale. Por nuk isha problemet, më thonë. Më ndihmonin edhe bashkëlojtarët, më ndihmonin edhe bashkëvendasit që më përcillnin anë kanë fushave ku lunim ndeshje. Dhe nuk ishte domethënë problem më të qenë. Dhe cilë është ndjenja më mirë si futbollist apo si trajner? Të them të vërtetën, si futbollist loja shiqohet krejtësisht prej një kandi tjetër. Dhe suksesi yt në ekip duhet të ndahet me bashkëlojtarë tjerë. Si trener, suksesi apo mos suksesi, kritikat e para, nëse ke mos sukses, shkojnë tek treneri, por edhe lavdatat. Nëse ekipi punon mirë, hec mirë, ka rezultate të freqënasene, lavdatat shkojnë spari tek treneri, pastaj edhe tek lojtarë tjerë. Ndjenja më e mirë t'ju them është kur punoj me lojtar, shkaku se ndoshta më ka mbet prej moshës më 3, kur lojtar domethënë i bëj stërviqe dhe i përkushtojnë ushtrimit dhe qëllimeve të mia maksimalisht dhe i shoh për shembull ndeshjen e ardhshme se ato çka e kam paramendu janë realizuar ndeshje, domethënë është kënaqësi e veçantë. Dhe se vlerësoni pozitën, gjendjen e të rinjve shqiptarë atje në Zvicër në sport, në futboll? Pyetja 8 me vend. Në fillim, për shembull, them gjenerata ime kur ishim atje, mundesh të numëroje lojtarët shqiptarë që luanin në për nivel domethënë Zvicrës, qoftë nivel poshtë, themi për shembull ligat e treta kantonale, liga 2, liga para, po nalt mos flas. Por me kohë,
filloi inkuadrimi I gjeneratave treja, një ndjenjë tetë e madhe, një kënaqësi tetë e madhe personalisht për meje, me qenë se domethënë mira me futboll, ju kom përkushtu me të madhe, kur shoh domethënë se sot kemi atje lojtar që flitet në fush, mbrapa fushës, në përvende të ndryshme, se kemi potencial të madh. Po mos të harrojmë një gjë. Është zhvilluar një polemike madhe pse lojtarët tanë për shembull janë inkuadruar atje, është dasht nuk duhet shqyqyuar për një kënd të tillë. Pse janë inkuadruar atje, pse nuk janë kyçur në kombëtare apo dikun tjetër. Duhet të qenë autokritik se kur me komunitetin shqiptar atje, puna që është zhvillu nga Federata e Futbollit Zvicrës, kanë mundën domethënë me ardhur deri tek lojtar të tillë, automatikisht duhet të kthehemi tek vetvetja këtu, duke marrë Luginën, po edhe vende tjera, Kosovë, Shqipëri, ku na mungon ajo ku nuk mundemi ne për shembull kuadra të tillë me ngrit. Pra, duhet shqyqyuar për një kënd të tillë, për një prizme të tillë, për me ardhur deri tek problemi. Pastaj problemi shtrohet aty ku duhet në tavolinë, ekzistojnë njerëz të ndryshëm, kemi potencial në federat, qoftë në Kosovë, qoftë atje, por në bashkëpunim domethënë me krejt regionin rrjeta janë. Suksesi nuk vjen I vetëm, duhet punuar së bashku, duhet bashkuar forcat, problemet të hudhen në tavolinë edhe të zgjidhen një nga një. Vim deri tek rezultatet që I kemi atje në Zvicër apo dikun tjetër. Se nuk kemi lojtarë vetëm në Zvicër, po kemi domethënë edhe lojtarë tjerë në Gjermani, Angli, Austri, nivele domethënë ndryshme. A jeni aktiv ende si futbollist, a loni ndonjëherë dhe si po kaloni pushime këtu? A jeni parë me bashkëlojtarët, ish bashkëlojtarët? Momentalisht në pushime kur nisem për atje vazhdimisht qëllimi I vetëm është sa më tepër të ngeli këtu. Pushime domethënë I kaloj zakonisht domethënë me familjen e ngushtë, me shokë të ndryshëm, qoftë lojtar, qoftë edhe shoqëri e ndryshme domethënë në Tërnos apo në Bujanoca dhe vende tjera për rreth. Por kryesisht me bashkëlojtarët shifemi, zhvillojmë ndeshjet ndryshme. Rasti I fundit ishte ndeshja që zhvilluam në Tërnoc, mërgjimtarët. Personalisht jam I mendimit se mund bëhet shumë më tepër në atë drejtim, të organizohemi shumë më mirë, me pas për shembull një ndeshje që ka më tepër spektaklin e vet, që të ketë nivel pak më të madh, që ketë shikueshmëri, por shikueshmëria nuk vjen vetë nëse nuk organizimin nuk e bëjmë ne dhe ofrojmë diçka domethënë publikut. Nëse e bëjmë atë, nuk mungon publiku. Publiku është thojse I njëjtë, por duhet afruar diçka atyme për të ardhur në stadion, shiquar ndeshje. Dhe cila është porosia për të rinj, për futbollistët e rinj? Porosia ime për të rinjt, jo vetëm të Tërnocit, po marrë domethënë në tërësi regionin, përkushtimi ndaj futbollit, përcaktimi ndaj asaj zeje është I vështirë. Krahasu me sporte tjera, futbolli e ka zeja futbollit zgjat 3 fish në krahasim me shkaku se I vetmi sport që luhet me këmbë. Sporte tjera domethënë kapen më lehtë se ne, por futbolli është zeje tetë e vështirë. Andaj duhet I përkushtohesh vazhdimisht të jesh brapa trenerit, brapa kryesisë, të përcillen idetë, mendimet e kryesisë, trenerit, stafit që udhëheq ekipin, të përcillen vazhdimisht në terren.
vetëm ajo dhe me thonë që deri tek suksesi, për ndryshe dhe me thonë keme pas ramje ndryshme, që në futboll është vështirë pastaj me ngrit. Faleminderit për kohën dhe intervistën dhe nëse keni të shtoni diçka. Ju falenderoj edhe një herë përzemërsisht për ftesën dhe kujtesën dhe me thonë që e keni jo vetëm ndaj me, por edhe ndaj bashkëlojtarëve tjerë që jemi prezent këtu apo jashta vendlindjes, sepse këto të japin një motiv plus, ndoshta jo vetëm tek unë, por edhe tek të rinj, që futbolli duhet të përkushtohemi më tepër edhe nuk bëhet domethënë harresa let ndaj asaj që e bëjmë atë punë të vështirë, qoftë ndaj klubit apo ndaj shoqërisë që jemi këtu. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit për juve. Vullnet Junuzi mbetet një shembull që duhet ndjekur për gjeneratat e reja, pasi që edhe përkundër ofertave për klube më të mëdha mbeti besnik klubit tonë, e gjithashtu që ndihmoi klubin e Tërnosit edhe nga mërgimi, duke mos harruar në asnjë moment.